Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Moza as pak e kënaqur me fitoren e Fermës, ja çfarë po ndodh me jetën e saj. Vetëm pak pasi u shpall fituesi e edicionit të tretë të Fermës, Mimoza Ahmeti ka folur për rikthimin e saj në jetën e përditshme, duke lënë të kuptohet se fama e menjëhershme nuk është diçka që ajo e shijon plotësisht. E ftuar tek Post Ferma, poetja tregoi se ditët e para jashtë reality show-t kanë qenë krejt ndryshe nga sa i kishte imagjinuar. E pyetur nga drejtuesi i emisionit se si ka qenë rikthimi në jetën normale, Moza rrëfeu se u përball menjëherë me vëmendjen e madhe të publikut. U kënaqa shumë që u riktheva më në fund në shtëpinë time. Megjithse nuk kisha internet dhe dola për të bërë pagesat e faturave, rrugët ishin të mbushura me njerëz që bërtisnin emrin tim. Shkova në bankë e njëjta situatë. Kështu kuptova që duhet të bëj diçka, të marr në një paruke. Nuk e shijoj shumë këtë lloj mungese privatësie. U shpreh Moza.